Kam qenë 6 muaj Shazan, më ka kapur nga flokët, më mete zvarr në kuzhinë. Kjo ka qenë hera parë, pse kam bërë gjithë me perime. Nuk hante perime, donte vetëm mish, nxirte thikën, donte më vriste, shikonte gocat gjithë këtë. Ka qenë gjithmonë në mes goca, futesh i thoshte babi mos e vrit mamin, babi mos e therr mamin. Mami me babin atë moment nuk më mbështeten. Kur morën vesh që unika, po. Që unë vendosja që do ta lija. Kur vija unë aty te shtëpia ku jetonim, ai më detyronte donte të kryente marrëdhënie. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Jeni live me Odetën. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do të lidhemi me Entelën, një 38 vjeçare që është nëna e 2 fëmijëve. Entela është një grua e dhunuar prej 19 vitesh, ka duruar dhunën barbare nga bashorti i saj, gjithë me shpresën se ai do ndryshonte dhe ardha në jetë e fëmijëve do ta bënte një baba të mirë. Por kjo nuk ndodhi kurrë derisa ta shkuan në divorc, por problemet vazhduan edhe pas divorcit, kështu që unë do hap dritaren, do ftoj menjëherë të 38 vjeçare për ta dëgjuar historinë e saj. Entela, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia. Në radhë të parë uroj që ti jesh mirë. Faleminderit, gjithashtu dhe juve. Por me ato pak mesazhe që kam lexuar, e kuptoj që nuk je mirë. Nuk jam mirë dhe nuk kam patur një problemi çik shëndetësor të kohët e fundit. Jam operuar nuk kam mbushur një muaj dhe jam çik akoma. Të shkuara, nga se e operuar? Unë të them vërtetë nuk e di mirë si quhet shqip. Ka të bëjë me zorën e trashë që lidhet me stomakun. Të shkuara dhe uroj t'ja kesh kaluar. Faleminderit. E dashur, problemi jot përveç kjo shëndetësore që më tregove tani, që t'uroj jetë dhe shëndet, problemi jot tjetër madhor është ish partneri. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Unë atë kisha 20 vjet martesë. Kemi në 2022 që jemi ndarë, kemi patur gjithmonë probleme dhe dy me njëri tjetrin, gjithmonë sherrë, gjithmonë shkaku vinte pija nga ky person. Dhe arritëm në 2021-shin u nda, divorcuam. Ishit bërë pritër? Po, kemi 2 fëmijë. Kemi gocën 20 vjeçe, kemi dhe çunin 5 vjeç. E dashur, sa vjeç je ti? 38. Po sa vjeç e ke për vajzën ti? 17 e gjys. E nisim këtu historinë? Si e njohur me babain e 2 fëmijëve të tu, se 17 vjeç ke qenë nën moshë ende? Po, kemi ardhur këtu në Greqinë në 2003-shin. Dhe me babin tim ky njihesh për shumë vitesh dhe këtu ku jetonim në fshat, më fal njerëz se ndoshta mund ngatrojmë pak me gjuhën. Atje u njohëm bashk, pranova të them të vërtetën, në moshën 16 vjeçe, iku një farë kohë ky jetonte larg në vendi ku jetonim ne me babin tim, dhe kur u kthye, fillon të bashkëjetonin bashk. Pra, ka qenë një histori dashurie që e ke njohur vetë, le të themi. Paka shumë. Por ai sa vjeç ishte? Ai ishte 7 vjet më madh nga mua. Keni 7 vite diferencë. Nise bashkëtesën që kur ishe 17 vjeç. Po. Por baba juaj si e priti, familja juaj? Nuk e pati, domethënë, problem, se gjithmonë ka qenë çdo gjë ne ka lënë në dorën e, të zgjedhim ne, të vendosim ne për çdo gjë në jetën tonë. Pra, e more miratimin e familjes. Po. Si ishte kjo bashkëtesë? Se besoj dhe ti e vogël, shumë gjëra. Ishte muaj të para kanë qenë mirë. Pastaj mas 6 muaj që unë fillova, ngela shtazane, filluan ofendimet, goditjet. Kam qenë 6 muaj shtazane, më ka kapur nga flokët, më mete zvarr në kuzhinë. Kam qenë probleme të kështu. Por pse nisën këto konflikte që 6 muaj pas bashkëtesës?
Fillimi ka qenë hera parë që ka qenë pse unë kam bërë një gjell, imagjinon moshën 16 vjeçë, domethënë pse kam bërë një gjell me perime. Nuk hante perime, donte vetëm mish, nuk është se mua më kishte thënë që të them të vërtetën. Thjesht kjo ka qenë hera parë, pse kam bërë një gjell me perime. Por ai ishte nga Shqipëria, nga cila zonë e Shqipërisë? Me Elbasan. Ti familjen e tij e kishe njohur në atë kohë? Jo. Ja. Por kur ai të dhunoi për herë të parë dhe ti ke qenë shtatzën dhe më vjen shumë keq, është shumë e rëndë kjo, pse ti gatove një gjell dhe ai nuk e pëlqeu, të goditi, nuk e kuptoi këta burrat shqiptar. Fatkeqësisht ka të tillë plot në vendin ton. A kërkove ndihmën e babait, nënës tënde? Pse të vërtetën se jetonin bashkë shumë afër aty ku jetonin këtu në Greqi, kam mbajtur i kam thënë babit dhe mamit, babi më ka thënë që vendos vet si ta shikosh kush tjetë më e mira për ty. Kurse mami më është i çika jo, domethënë me mentalitetin se të normalin mbaj në gojë, se të ndahesh ti tani, o pret një fëmijë, dhe të thamë s'ka do t'ja fal. Por në momentin që ti vendose t'ja falje dhunën për herë të parë, besoj që nuk e more guximin të shkoje në polici ta denoncoje. Jo. As nuk kishte kaluar ndërmend fare atëherë. Gabimi i çdo femre shqiptare që pranon dhunën dhe mundohet ta mbylli gojën dhe të heshti. Por në momentin që ti e fale, ai të kërkoi falje? Jo, asnjëherë. Por kur u ktheve si vazhdoi jetesa pas asaj dhune që ndodhi? Të them të vërtetën kam qenë gjithmonë me probleme, sidomos kur pinte ishte shumë i keq. Gjithmonë. Thosha se ta linda gocën, thosha se të ndryshojnë gjërat. Ndryuam vend, vajtëm në një vend tjetër këtu ku ishim në Greqi, aty filluan gjërat më keq, nxirte thikën, donte më vriste, shikonte gocat gjithë këtë si thonë, ka qenë gjithmonë në mes goca, futesh i thoshte babi mos e prit mamin, babi mos e therr mamin. E dashur, po ti pse qëndroje me atë? Kur gjërat shkuan deri në këtë pikë që ai më vinte se thosha edhe gjyna, po dhe thosha pse të më mbajnë njerëzit në gojë, pse të rritet goca pa, isha me këtë ide. Të vinte gjyna për dhunuesin? Ai që po të dhunonte, po të shkatëronte jetën. Ma vinte gjyna, se nuk doja të harrisja deri këtu ku arrita sot. Por ai Nuk doja, thosha ma të ndryshon, se kur ishte i pirë bënde gjitha këto, kur ishte normal që s'pinte, ishin gjërat pak më mirë. Ai pinte vetëm alkool, apo ishte edhe përdorus? Vetëm alkool. Po. Por gjatë kohës që solli një jetë vajzën, ai njohte familjen e tij më vonë? Pritët e tij unë kam njohur kur kam qenë kur ka qenë goca 9 muajshe. Probleme që kishe... Kam lindur goca, kam ardhur në Shqipëri. Por problemi që ti kishe me partnerin tënd atë kohë, i shprehve këto shqetësime tek nëna dhe babai i tij? Jo, ata jo, asnjëherë. Kanë qenë domethënë fillim kur kam marrë takim, kur vinin njerëz, bënin shumë njerëz, domethënë bëj shumë njerëz i mirë. Bëj shtypje mund të ky dhe s'ka tjetër, kur ngelshim vetëm shfaqin këto. Dhe kur kemi qenë njerë në Shqipëri, atëherë ne kemi krijuar, domethënë po ndërtonim shtëpitë atje te ne, dhe më ka goditur në mes të ustallarëve, në mes të prindërit vet kanë qenë prindërit atje prezencë. Pse se doja të ikja me motrën e tij në pazar. Dhe si reaguan prindërit e tij kur panë që djali tyre dhunonte nusën? E kuptuan, më erdhi më morë mua me të mirë, i bërtitën atij, ndryshoi, bëj. Mas po, u qetësuaja një, erdhëm këtej pastaj në Greqi. E dashur Entela, ti e ke dashur që ke qëndruar me atë dhe ke... Jo, të them të vërtetën, jo se e kam dashur. Thjesht ajo që doja të largohesha, të prisha familjen, nuk jo. Por ta mendosh familja juaj ishte prishur. Ti s'po jetoje. Thosha se në gjyna të ndryshoj, të bëj. Por ai të donte ty? Me sa kuftoj, nuk e di të them vërtetën, nuk e di. Nuk ma shprehu kjo asnjëherë. Nuk e di.
Ju edhe një herë më fal që të pyes, bashkë qëndruat sa vite martes? 19. 19 vite dhe të mendosh Entel që 6 muaj pas bashkëtesës dhe derisa shkuar 19 vite, ai vetëm të ka dhunuar? Po, shumë herë, domethënë këto me çështjen e fikës, më ka zbritur në mes rrugës, në mes qytetit, më rrifte për një paketë cigare. Është kujto kam tani dhe më vret 14 vjet. Më fal që të lëndoj me pyetjet e mia që të bëj, por ai arriti të nxirrte thikën. Çfarë ndodhi atë ditë? Që nxori thikën, ka qenë vit i ri, edhe kishte ardhur një kushëri në Trinxhajis tim dhe kur thash kur pikë te I kalon, dhe thotë shumë gjëra që s'janë për të thënë, thotë shumë të tepëruara, dhe kur po ja bëja me shenjë shumë që po shoh, se që Trinxhajis tim kishte ardhur për mik, dhe kur ikun I thash, me çfarë të drejtë ti gjykoni jetën e atij? Si I thash unë kështu, filloi po më vendonte, në atë moment reagova dhe unë. Se nuk mund të lejon dikët, kapi njerëz dhe mi në gojë, apo prindrit e mi. Reagova dhe unë, në atë moment kam marrë gocën në krah, ka qenë goca 4-5 vjeçe mos gaboj. Edhe në atë moment si unë kam marrë gocën, vetëm ma ka bishti syri që ky po vinte me thikën. Edhe unë për të shpëtuar moment, thash unë nga që kam qenë gocën në dorë, thash mos I ndodh gocën diçka, jam mundur e kam dalë direkt te balkoni atje në shtëpia. Dhe në atë moment dëgjova vetëm zërin më herë në sy, dhe vetëm që dëgjova fjalët e gocës I thoshte: "O babi, le mamin, mos I bëj mamit keq, mos e der mamin me thikë." Ka tani komshia jonë të bë para, në atë moment unë des drita që doli kjo u fut brenda. Në atë moment kam marrë prindërit e mi në telefon dhe I kam thënë babit që unë dua të ndahem nga ky person. Bëj si të duash, ka thënë babi. Jam larguar një javë te shtëpia prindërve të mi. Filloi ato lutjet ato do ndryshoj, do bëj, thash hajde ja bëj këtë mundësi. Që gabove. Po. Por më habit që nëna dhe babai e dini që ti dhunoheshe, morën vesh ai mori thikën që fal Zotit nuk ka ndodhur diçka e keqe. Si të thoshin bëj si të duash, ata duhet të merrnin urgjentisht të ndanin nga ai njeri. Babi im gjithmonë mundohesh, domethënë thoshte që si ta kesh ti më mirë, do ta lësh lerë. E dashur Entela, e kuptoj që prindit të thoshin bëj si të duash, por prindit e tu folën ndonjëherë me partnerin tuaj? Po, shumë herë babi mi thoshte që ndrysho, bëj, se do arrisësh në ndarje, do ta marrim gocën, do ta bëjmë gocën. I jep ato premtimet e tij, mas 3-4 vitesh e shumë ta ndryshonte. Fillon të pinte, gjithmonë pinte fshorazi meje, e ilte verën, se shumë pinte verë. I hidhe në shisha amite, në ato kutit amitës, që mos ta kuptonim që ishte verë, dinim se pinte amit po. Edhe dhe në një moment, që mos jam shumë, domethënë nuk konsumoj këto pijet, thash dale ta provoj një herë pi unë amit, siç ishte, dhe në atë moment sa e kam hapur kapakun e kam kryer, kështu kam kuptuar që ka qenë vera. Që pinte që mos ta kuptonim ne po. Deri në këtë pikë ka arritur që fshente verën në amit që ti mos ta kuptoje. Por alkooli në një farë mënyrë shkatroi ty dhe gjithë familjen. Po. E dashur Entela, por kur vajza u rrit, që u bë e madhe dhe e shikonte çdo ditë të dhunën në familje dhe kjo është një traumë shumë e madhe që u keni dhënë fëmijëve. Goca ime gjithmonë thoshte në një moshë ka filluar, domethënë dhe kuptonte gjërat, thoshte që mami edhe atë ditë mua që ndahuni, e mira smirës është të ndaheni. Kur e shikoni që nuk shkoni me njëri tjetrin, e mira smirës është të ndahemi. Dhe në një farë kohë pastaj kam dashur shumë herë kam kërkuar që të ndahemi dhe më ka thënë që po do të ndahemi të rrim në një shtëpi, thjesht mos ta marrim vesh njerëzit që ne jemi ndarë. Por pse, akomat ju kishit turp, se çfarë do thoshin njerëzit? Është akomat I mentalitetit, domethënë që mos flesin njerëzit për të keq. Që pse u nda, pse u bë. Edhe ti këtë gjë e përjetoje, s'doje që njerëzit ta merrnin vesh? Në fillim po, pastaj këto në fillim, domethënë ka qenë goca deri në moshën 6-7 vjeçe, pastaj kërkoja shpesh herë ndarjen. E kërkoja shpesh herë.
Si jam as e para as e fundit, gjithë, domethënë nuk ka ndodhur shumë që të ndahen. Si ka lidhje, martesa, dashuri, ka edhe ndarje divorce dhe unë e them shpeshherë, shiqyr që ka divorce, që njerëzit të shikojnë rehatin e tyre kur dy njerëz nuk përputhen dhe nuk shkojnë. Por ajo që mua më bën përshtypje dashur Entel, ti kërkoje ndarjen, por asnjëherë nuk more guximin të merrje vajzën dhe të ikje. Jo, nuk e mora guximin. Thash, kishte ngel ajo, më vinte gjuna, nuk doja. Nuk e di, nuk doja ta lija, nuk doja ta shkatroja, nuk e di mendimet e mia në atë kohë, nuk e di. Tani them se kam bërë më para. Por ti nuk kishe frikë nga ai njeri? Ai kur vinte ideur, besoj ti kishe frikë? Kisha, po gjithmonë ishte edhe meja goca në mes, dhe thosha, fute goca mes krevatit, ose kur vinte ai mundosha gjithmonë largohesha nga dhoma, ku rrinin te salloni, vija te dhoma gjumit. Gjithë domethënë gjithmonë isha larg atij, ose kur e shikoja që fillonte se gjithmonë kur pinte, fillonte gënjente, krijonte historitë veta. Thosha me tendim e lere se ky tani filloi që Entel dhe ik te dhoma tjetër, dhe ikja gjithmonë ose gjeja mënyrën dhe ikja, thosha do iki në punë, dhe ikja në një shoqja ime. Derisa të qetësohesh ai ose i kalonte çka ajo pija. Por me vajzën si sillej, si e kishte raportin me vajzën e vet në atë kohë? Jo, me gocën mirë, shumë mirë me gocën. Me fëmijët nuk ka patur, domethënë, I ka dashur. Fëmijëve nuk ka patur probleme që E qartë, i ka dashur se është baba i tyre. E dashur Entela, pas shumë vitesh ti solli një jetë dhe djalin, se ka një diferencë të madhe vajza me djalin. Erdhi me dëshirën tuaj, fëmia i dytë? Jo me dëshirë, thjesht munduam atë gocën të bënim të dytë, nuk na ndodhi dhe lam të lirë. Kur marrë vesh mas kaq vitesh, ngela shtazan. Se e kishim në program. E qartë, pra deri në këtë moment që ti solle një jetë djalin, ti nuk e kishe mendje të ndaheshe nga ai njeri, edhe pse nuk ishe e lumtur. Dhe them të vërtetën, i thosha shpejt që hajde ndahemi këto, po unë punoja 2 turne dhe isha gjithmonë e ikur në shtëpi. Lodheshe, sakrifikoje. Lodhesha se kthesha në orën 2 natës në shtëpi, dhe kur vija në shtëpi, kishte raste që gjeja në gjumë, kishte raste që më thoshte, tani vajte, u kënaqe. Por pse dhe ta akuzonte për gjëra të tilla? Po. Por mos ka patur ndonjë problem të shëndetit mendor, se një burrë që sillet kështu me nënën e fëmijëve, me gruan, ndoshta ka pasur ndonjë problem? Nuk e di, unë nuk e kuptova. Mos të gënjej, mos të... Nuk e di. Çfarë ndodhi? Si ndodhi divorci? Si e morë ti guximin që të ndahesha përfundimisht nga ai? Ka ndodhur, unë punoja, flete një e moshuar, me gjithë fëmin, me gjithë voglin, për një farë kohë, për 2 muaj, sa të ndihmoja këtë zonjë që njihja këtu. Dhe na hyn dikush na vjet shtëpinë. Shtëpinë tuaj? Po, këtu në Greqi, na vjetin shtëpi, na vjetin çka kishim, domethënë florim, këto që kishim gjëra tona, edhe ca lek që kishim aty. Unë jam kthyer në orën 12 të drekës në shtëpi dhe kam gjetur dritën e dhomës ndezur dhe kam marrë telefonin, kam thënë që ka hyrë dikush në shtëpi, se po shoh dritarin dhe dritën ndezur, jo thot person. Ish burri. Dhe në vjen goca në mbasdite dhe shikon se ajo mbante gjithmonë këto florin mbi komodinën e vet, thot mami ku është shqiponja që ti imja? Ja më nuk e di. Dhe më hyri ai meraku që kështu të po kontrolloj gjithë shtëpinë dhe pashi mungoni këto që na kishin vjedhur. Dhe ky më akuzoi mua se kam vjedhur unë. Kur unë vajta në polici bëra denancimin. Kur unë vajta denancova personat që mora vesh pushishin, ky akoma më akuzonte mua se personi që kishte vjedhur shtëpinë ishte një njeriu këtia. Pra ju arritët të zbuloni që një familjar i ish burrit kishte hyrë në shtëpinë tuaj dhe kishte vjedhur këto gjëra me vlerë që ju kishit. Si e zbuluat? Aty ku jetojnim neve janë këto gjërat e mëdha të shtetit që bëjnë letra, që bëjnë këto, dhe aty unë i njihja të gjitha këto goca dhe kam kërkuar nga njëra aty përpara i kam thënë që ke parë dikën sot të ketë kaluar këtu, po, thot ajo hap kamerat, më aty shohin që ishte ky personi dhe i them, ish burri ky është ky. Do vëm të denancojmë, ky thoshte kur në momentin që më i vesh ishte personi që flasim, u tëroj.
Pra ti e pe nëpërmjet kamerave që ai kishte hyrë në shtëpinë tënde. Po, e pa, të gjithë dimë, domethënë në gocës time, se goca ime punonte te kjo zonja që them, unë i tha që është ky person. E ishim sigurt 100% që ishte ky personi. Edhe pse unë vajta në të denoncoja, e bëra denoncimin, bëra të gjitha. Nuk e di tani si u bë shumë historia e madhe, filluan dhe dërgonin mesazh në njerëzit e mi me Facebook falso. Kërcënonin, domethënë që do më vrisnin, do më banin, andaj këtej merrnin dhe këtë në telefon i thoshin që do të vrasim, do të bëjmë. Dhe unë vendosa për një farë kohë të ikite njerëzit e mi. I them gocës, do të vish, ishte ka qenë shkolla, ka thënë mami ndori me babin do bëj shkollën, kur të ashtu ktheu, po okay, në rregull. Por përpara se të më kalosh në këtë pjesë që vajte tek prindit e tu, ai ta akuzoi se i kishe vjedhur ti gjërat në shtëpi, po kur ai e pa që ishte kushuriri ti, si reagoi? No, i tha, e mori, i tha, e thota jo, s'është e sigurt, se jam unë, domethënë ato të vetat, se vetë ky nuk e pa me kamerë, ai burrim, unë dhe goca e kemi parë. Po thjesht e tham gjë, e dinte ai që se ai ato nuk bënte, vetëm e vite bënte. Edhe i them që do ta denoncojmë, thotë mua, në atë moment u troj, sa jo nuk do ta bësh denoncimin, pse unë kam ngulë se do të bëja denoncimin, filluan shëlet më të mëdha në shtëpi. Filluan shëlet më të mëdha dhe vendosa të ikja në njerëzit e mi, ika një farë ja 2-3 ditë prindërit e mi, dhe aty unë nga që unë jetoja gjithmonë atje, kam kërkuar në një greke, në një shoqja ime punë, dhe më ka dhënë punë, jetoja rria aty me një plak të moshuar, me gjithë çonin. Dhe atë më thoshte mua që do të denoncoj në polici se më ke vjedhur çonin. Pra gjërat nuk shikonte. Gjërat tek ju filluan të përkeqësoheshin më shumë në këtë kohë. Po. Pastaj u ktheva, thash, vendosja ato, hajde bëj çfarë duash, filluan pastaj po në llafi, domethënë shumë mesazhe kërcënuese ndaj meje, o që fëmijët janë të ati, domethënë vinin të mesazhet të njerëzit e mi, të njerëzit e atia, u bë shumë e madhe. Dhe vendosa unë me ca mesazhe që kisha në dorë të vija bëja përsëri denoncimin në polici. E bëjmë denoncimin, unë dhe i them, ti ki të rri në shtëpi, them në Shqipëri, atë 2-3 ditë të qetësohemi, hajde dhe ju ka qenë pashk. Okej. Vete në Shqipëri, mentalitetit në Shqipëri me njerëzit e ti kam shkuar jashtë mase, kam shumë respekt për ata, nuk pata asnjëherë një ngatres me ata. Ishte që pse unë që unë edhe të ikja në qytet, të bëja punë që unë kisha dëshirë. Isha mësuar domethënë në Greqi që nuk do të thosha vjerra që unë do iki në Elbasan, të marrë diçka. E qartë. Pse me burrën thosha do iki, dhe nuk ashtu. Pse ikën nusja, pse bën vetëm, pse s'na merr, pse s'na bën. Dhe e marrin telefon këtë. E marr dhe unë telefon aty dhe unë do të ndahem. Vjen në Shqipëri atë natë, u pi, vemi në shtëpi, unë me gocën me dotën të flinim dhe me çonin në tonë tjetër, ky të flinte në tonë tjetër që të qetësohesh dhe dilte pija. Në mëngjes, nga që unë do ikja, kisha kërkuar ndarjen, i them gocës, hajde t'i bëja shefin, hajde të rregullojmë, vemi të parukjera të rregullojmë, të bëhemi, atje ky më ka marrë zvarr, më ka goditur. Në mes të gocës i hoqi gjithë thori gishtit, gjithë thori u shkull, dhe në ato me që më kam parë gjakun, thjesht të them të vërtetën dhe më kam reaguar dhe kam goditur, dhe kam marrë policinë atë moment në telefon. Erdhi policia, pastaj çdo gjë mori rrugën e vet. Ai përfundoi pas ekurave apo thjesht u shoqëroi? Ja fala, nuk e doja që të bënte, domethënë që të futesh fare as në burg as në gjë. Në atë moment më ka premtuar dhe më ka thënë se policia që unë do të lë të qetë, merë fëmijët, se çuni ndonë të më mbante nga thënë do të lë të qetë, vazhdo dhe bëj çfarë të duash, vetëm mos më fund burg, mos më dini letrat. Për këtu veç ku jetonte. Okej. Në atë moment pastaj vjenin ata policat aty dhe me pak detyrim, me detyronte që unë t'i lija çunin atia. Po djali sa vjeç ishte? Sa vjeç ishte djali? Sa kishte mbushur një vjeç. Ai kishte nevojë për ty. Si mund? Me detyronin që unë që të dilja unë e keqe që kjo e la fëmin.
Dhe I kam thënë që fëmijën e vogël, po deshi dhe goca ishte pastaj në një moshë që mund të vendoste vetë si të donte, çuni nuk do ta ndaj, thashë do ta marr me vete. Edhe më kanë thënë me që do ta marrësh me vete, leri deri të dielën ka qenë e premte, leri të dielën me te babai, edhe të hënën në mëngjes ta sjellin çonin. E kam lënë që mos ndihesh ai keq, pa më të timën, e lash ma solli të hënën. Pastaj si të hënën filluan ato ofendimet, më shante në telefon, më kërcënonte. Unë kam jituar, pastaj kam dhënë një farë kohe në mbështetjen e grave, se s'po e them dot. Po, tek shoqata e grave të dhunuara. Ku, në qytetin e Elbasanit? Këtë 3-4 muaj. Pastaj kam ardhur këtu në Greqi për të marrë ca letra, ai ka dashur përsëri me zor që të bashkohesh me mua. Unë kisha vendosur që nuk do bashkohesha me atë. Entela, ti ke qëndruar te shoqata e grave të dhunuar në Elbasan 3-4 muaj? Po. Ke qëndruar me djalin dhe me vajzën apo vajza qëndroi me babën? Jo, vetëm me djalin, se goca ishte në shkollë dhe goca u kthye me atë, me babinë e vet. Por pse vendose të vijete kjo shoqat dhe nuk u niste në Greqi të vijete nëna dhe babai jot? Se mami me babin atë moment, nga gjithë mesazhet që kishin ardhur, gjithë kërcënime nuk vendosën që nuk më mbështeten. Kur morën vesh që unika, po. Që unë vendosa që do ta lija. Por sot I ke të mira raportet me nënën dhe babaj? Po, gjithmonë I kam patur të mira, vetëm atë periudhë nuk kanë dashur që më mbajnë pak distancë, që pse unë vendosa këtë, pse e bëra unë këtë. Por njerëzit e burrit, ish vjeri, të erdhën të takuan më pas? Jo, u pren kontaktet që atë ditë që unë kam ikur. E thjesht atë ditë që unë mbaj mend që po prisin të vitë policia, vira ime thoshte që unë do denoncoj në polici që ti I rref fëmit, që ti I keq trajton fëmit. Nëse ti fut çonin ton brenda, me pak më kërcënonte. Por pasi I dole nga qendra e grave të dhunuara, ti u nise drejt Greqisë me djalin e vogël. Ku shkove? Po. Kam ardhur këtu ku jetonim, po në qytet. Kam fletur 2 net në makinë, derisa gjeta I shtëpi me qera. 2 net ke fletur në makinë me djalin? Po. Derisa gjeta I shtëpi me qera, kam fletur në mbërdhea të natë ku kam gjetur këtë shtëpinë me qera, se s'kisha të plaska asnjë gjë. Të nesmen pak a shumë mundova me ato të mia, që kisha diçka në anë që kisha mbledhur, fillova po rrugulloja shtëpinë. Por me vajzën kishe kontakte gjatë kësaj kohe? Po, me gocën. Po, gjithmonë, me gocën kam patur gjithmonë kontakte. Po, vindem takonte këtu, se kur vija unë aty te shtëpia ku jetonim, ai më detyronte donte të kryente marrëdhënie, donte të bashkoheshim, si ta shpjegoj. Vinte, domethënë unë vija për të marrë rrobat e mia, ai vinte I pirë dhe më detyronte. Sa thashë mos vetem atje. Por për djalin vinte te këtyt, e takonte djalin e vet? E kërkonte në telefon, në flisnin, pastaj që kur ai krijoi familje, ka këtu 2 vjet, nuk interesohet fare, thotë që nuk është fëmia im, që themi dikë tjetër, lloj historisë të tjera. Ka hapur gjyq në Shqipëri për fëmin, jam rrëzuar 2 herë. Por ju e bë divorcin, keni qenë të martuar me letra? Po, e bëm divorcin. Divorci ka dalë në 2022. Po, por gjykata çfarë vendosi për djalin? Vendosi që ta mbajë ti kujdestarin. Po. Kurse vajza kishte mbushur moshën. Nuk e kishte mbushur akoma, po nuk goca ime në momentin e mundohan, ka qenë pastaj masi par kohë vendosi dhe jetonte me shoqet e veta këtu, nga që bënte shkollën, morën një shtëpi me qeratë, 2-3 goca dhe rrinin bashkë. Po ishte këtu afër ku jetoj unë. Domethënë do ditë takoheshim. Por nuk pyet goca nëse do të rrinte me mua apo do të rrinte me të jatin, siç më thanë muatin në gjykatë, nuk u pyet. Por ju kur u ndat, vajza qëndroi me babain disa kohë, pastaj shkoi me shoqet. Sot vajza 1-6 mujosh mos të gaboj.
aty. Por sot vajza vazhdon të jetojë vetme, është e rritur, besoj. Goca po, ka krijuar bashkëton me një çun, tani po presin të bëjnë gjyshe. Po 38 vjeç do bësh gjyshe? Më vjen mirë, sido që t'jetë. Por unë jam e sigurt që goca e ka kontaktet e mira edhe me babain edhe me ty. Po. Edhe me vllajin sigurisht. Le kokën vllajin. Ai djali sa vjeç vajti, ka vajtur 6 apo 5? 5 vjeç. E kërkon babain e vet? Jo. Jo se nuk i mban më fare, thjesht e thot kur dëgjon emrin e tij, thotë për gocën, domethënë që pse ajo ka tjetër bab. Ti nuk ja ke shpjeguar, apo është shumë i vogël? Nuk sa do të thonë, me sa më kanë thënë këtu se kam kaluar në psikologu, edhe psikologi që është për fëmijët, më kanë thënë që ka ngelur pak, domethënë nuk flet siç duhet. Po vazhdojmë domethënë këto seancat në pedopsikologu, me lokoped. Që se ka probleme me të folurën. E dashur Entela, por me familjen, si të themi u afrove, sepse unë e kuptova, ti më thej qëndrova 2 net në makinë, ti s'ke vajtur enkaste nëna dhe babai, sa tani... Prindët e mi jetojnë shumë larg nga këtu ku jetojnë. Jetojnë 8 orë larg. E kuptova. Jetojnë 8 orë larg, dhe unë nuk doja që të largohesha nga goca, tash do marr shtëpi këtu ku, domethënë afër gocës, do mundoj me atë timen që ti jem gjithmonë afër asaj. Dhe vendosa që do rri 2-3 net në makinë derisa të gjej shtëpi, që mos e largohesha nga goca. Por prindit e mësuan që ti kisha ardhur në Shqipëri, besoj erdhën ata të takuan apo shkove ti? Jo, kam vajtur unë. Se prindit e mi janë të dy me probleme, domethënë mami im hecën me shkop, me pi, si thonë në Shqip. Nuk ka patur problem, ka bërë një operim dhe nuk doli që do ishte operimi dhe nuk hecën, ka probleme me hecjen. Kurse babi ka patur dëshën me zemrën, ka bërë kështu domethënë operime, problemet e tyre. Por si të pritën kur vajte për herë të parë? Besoj ti ja ke shpjeguar me detaje situatën, ata të kanë mirë kuptuar më pas. Nga që mami imi dinte pak a shumë gjithmonë problemet e mia, domethënë që nuk është se kur vajta, nuk na bën keq, nuk më afruan, nuk donin që ta bënim si bisedë fare, ndodhi që ndodhi, shiko të ecë përpara, ngrit fëmijët, këto. E janë shkaluan, e qartë, dhe ata sot janë mbështetja jote më e madhe. Po. E dashur, u bën disa vite që je vetëm me djalin, si është për ty jeta tani? Të vërtetën kam gati 2 vjet që kam krijuar një lidhje. Normal, jeta do vazhdoj, dhe është normale kjo gjë. Bashkëjetojmë për momentin, gjërat janë shumë mirë tani. Kam patur probleme në fillim, domethënë se kudo që punoja me vete. Çunin, se s'kisha ku ta lija, detyrohesha i pagoja një grua, një dado që ta mbante. Partneri i ri është shqiptar apo shtetas grek? Shqiptar, po. Ndihesh e lumtur, besoj, e dashuruar. Ja. Dhe më vjen mirë, sinqerisht, që je e lumtur, dukesh nga sytë të qeshin syt. Vajza si e ka pritur? Nuk e ka problem, nuk dendit me gjykonte, nuk e ka problem. Vjen dhe këtu e takon, kur vjen se goca ime jeton jashtë shtetit tani, jeton në Gjermani. Edhe nuk është se më gjykoj apo qysh, jo mirë. Prandaj djalit, tani e kuptova që djali thot pse un kam një baba tjetër dhe motra ka një baba tjetër. Sa i njeh për baba partnerin tënd të dytë. Po. Dhe mua vjen keq që babai i tij biologjik, ai që ka sjellë në jetë nuk interesohet më. Detyrime gjykata i ka vendosur për djalin? Po, por nuk është interesuar, jo. Fare. Ti kontaktet me atë i ke 0 sot? Po, 0 i kam, kur unë dua të them diçka vetëm për gocën flasim më shumë kur është për të folur. I thot gocës që thoja asaj mos më gacmoj, thoja asaj që do t'i bëj blok, domethënë gjithmonë me ofendime. Po nuk është, unë që kur jam darë me atë person nuk është se, domethënë që kur kam ardhur këtu, që jam ngullur këtu, që kam gjetur shtëpinë dhe ai ka krijuar familjen e vet, nuk kemi as edhe një kontakt. E qartë, motra, vajza dhe djali juaj mund të kenë motra dhe vëllezër nga babai. Ai ka sjellë një jetë fëmijë apo akoma? Jo.
E qartë. Por ke menduar që ti drejtohesh institucioneve për detyrimin ushqimor të fëmijës? Jam drejtuar si vjet në nëntor kur isha në Shqipëri në dhjetor, tani po. Por çfarë kam bërë letrat? Për çfarë shumë bëhet fjalë? Sa ja ka vendosur gjykata shumën në muaj? 100 euro, 100.000 lek. 100.000 lek, po, 100 euro. Por kur ti ja ke kërkuar këto, ai çfarë justifikimi të kanë nxjerrë? Jo, unë se kam kërkuar as edhe një herë. Se pa krijuar familjen e vet, ai jepi na një gocë, një herë në 2-3 muaj, na një 50 euro, po i blinte çunin na një lodër, na një gjë kështu, dhe nuk denda kur që unë t'i thosha pse s'më jep. Në momentin që ky u martua, e parë që u largua, i thosha gocës, thoj babit vita marri çunin, po deshi ta shikoj, po ai kthej dhe thoshte ai s'është ime, sa ndej ai këtej, dhe unë vendosa që mos ta bezdis më për këtë çështjen e çunit. Thash do eci me ligj. Dhe kështu kam hapur në Shqipëri. Por çfarë ka ndodhur? Po, je drejtuar. S'ka gjë, e kuptoj qartë. Je drejtuar zyrës përmbarimore që të bëjë ekzekutimin e vendimit të gjykatës që ai të pagojë detyrimin ushqimor. Është marrë ndonjë? Ai vet ka hapur 2 herë gjyqi për atësinë, edhe e kanë rrëzuar 2 herë. Pse ai ka shkuar, i është drejtuar gjykatës për të njohur atësinë e fëmijës? Të vërtetë se edhe ka rrëzuar 2 herë gjykata. Në fakt kjo është e dhimbshme për një fëmijë. Ti ke kohë që nuk e folur me atë, por nëse do ta kishe përballë, çfarë do i thoshe atij njeriu? Ke jetuar 19 vite, të ka torturuar, të ka dhunuar dhe mbi të gjitha lëndon dhe fëmijët tani. Thotë që djali nuk është i imi dhe kjo është më e rënda. Nuk kam çfarë të them asgjë. Të vazhdoj jetën e tij asgjë tjetër. Jo, e qartë që të vazhdoj jetën e tij padyshim, sepse ty s'e lidh më asgjë me atë dhe ti ke jetën tënde, por aman keni një vajzë dhe një djalë. Ndoshta për hir të djalit, se me vajzën ai ka kontaktet e mira, por e bia që është e madhe sot, vajza 19 vjeç, kur i thot babai për vllajën e saj që nuk është i joti, besoj që ai reagon keq ndaj babait. Reagonte në fillim, kurse tani thotë shumë herë më ka thënë që mami, pse nuk e pranon të bësh dhe atë testin që qetësohet ai, mos qetësohet, që mos të flasim më keq për ty, mos bëj më keq për ty. Por në radhë parë kur ai hap gjyqjet, unë s'kam të marr vesh. Mos nuk u lajmëron njeri që ka gjyq në Shqipëri, në atë vetë, unë ata diun që ky ka hap gjyq. Pse kur unë hapa gjyqin në këtë për çështjen e fëmisë, ai e mori vesh, unë i tha lajmërova gocën, ose për çështjen e pasurisë që kemi në shtëpi, në Shqipëri. Unë çfarë do bëj gjyqi që ndodh që është për të bërë, unë lajmëroj gocën. Ai pse nuk u lajmëron mua që unë të jem prezent? Unë s'kam në t'i marrë vesh. E qartë, gjykata ati ja ka rrezuar 2 herë, më the, ai është drejtuar 2 herë gjykatës për të kërkuar këtë gjë, por gjithsesi, nëse ai vazhdon këmbgul dhe e kërkon këtë gjë, lëre ta bëj analizën ADN-s dhe ta vërtetoj nëse ai ka dyshime për djalin. Unë s'kam kundërshtim, le ta bëj. Thjesht unë thash, unë nuk e di kur janë gjyqit, kur janë këto dhe ndaj nuk kam prezent. Pastaj unë s'kam se t'ikin Shqipëri kur ai nuk më jep lejë kalimi për të kaluar fëmin. Po pra, sa ai do t'japi një prokur që ti të kalosh kufirin. E kam rrezikuar 2-3 herë unë çonin që kam kaluar kështu. Por pse kur ja ke kërkuar çfarë të ka thënë? Nuk e jep, se fëmia im thotë gjen me gjej dhe apo prokurën babai fëmis. Të mërshme. Ja, nuk më jep. Por ndarjen e pasurisë e keni bërë, se më thej që keni më para disa minutave më tregove që kishit punuar dhe po ndërtonit shtëpinë kur ishit të martuar. E keni bërë ndarjen e pasurisë? Jo, jemi në gjyq tani për këto gjëra. Se nuk kam bërë shumë kërkesa në ASHK dhe nuk më jepnin letrat e shtëpisë. Dhe tani dihet them të vërtetë kam marrë letrat tamam si të ishin. Edhe më vjen mirë, sepse është dhe djersa dhe mundi jo dhe e pasuri pas divorcit ndahet. Sigurisht që është dhe pjesa jote. E dashur, desha do të pyesja, djali që realisht nuk e njeh babain dhe njeh partnerin e dytë, si ka marrëdhëniet me partnerin të dytë? Janë shumë të mrekullueshme, janë shumë ky është ndaj çunit është shumë mirë, nuk do të thënë pa çfarë çdo gjë që çuni kërkon, ai është prezent për çunin.
Domethënë janë shumë lidhje të mira, shumë kontakte të mira kanë të dy me njëri tjetrin. Dhe kjo ty të bën të lumtur dhe të bën ta duash më shumë atë person. Thjesht e shoh na njerë, mendohem, më lëndon, po s'kam çfarë të bëj. Pse lëndohesh? Lëndohesh që babai vet biologjik nuk e njeh. Po, pse mos të interesohet ai? Të kuptoj drejt. Është një fëmijë shumë i bukur, jo se domethënë fëmia im, është një fëmijë shumë i dashur dhe nuk do doja gjithë, nuk e meriton këtë, po s'kam çfarë të bëj. Nuk e meriton. Por gjithsesi ai ka figurën tënde, ka figurën e partnerit tënd, po ju po e rrisni me shumë dashuri dhe kjo është shumë e rëndësishme për një fëmijë. Por nga njerëzit e babai, gjyshi, halla, xhaxhallar. Jo, nuk ka fare asnjë kontakt, që kur jemi ndarë asnjëherë, se nuk është interesuar asnjëherë. As me vajzën nuk flasin? Me vajzën flasin, po. Pra, ata njohin vetëm vajzën, djalin e kanë mohuar të gjithë. Po. E kanë mohuar në këto fjalë që kanë nxjerrë, domethënë ish burri që ose s'është imi dhe. Se kur para se ndajmë u bën shumë histori, domethënë shumë ndolën mua përpara me makinë, më kërcënonin, më çanin gomat e makinës, më kishin vënë kamerë në makinë. Ka ndodhur shumë histori. E kushti ka bërë të gjitha këto? Nuk e di. Këtë nuk e kam marrë vesh asnjëherë. Di që atëherë kur ne kishim filluar po zishim, makina ime ishin prishur portat dhe nuk mbyllesh. Që të rregullosh, kjo makina ime është 100 euro porta që ta rregullosh, këto qelzat janë shumë të shtrenjta këtu në Greqi. Dhe e kisha lënë se ta rregulloj sot, e të rregulloj sot. Dhe kur unë jam ndarë dhe kam mbajtur domethënë çfarë llafe shtosha unë në makinë, vinin mesazh. Pra që të përgjonin, kishin vënë një përgjus në makinën tënde. Më vinin mesazhe, domethënë këto që flisja unë, më vinin mesazhe të bëre këtë, vajte këtu andej këtej. Edhe I thosha Irburdin, je I sigurt që s'më ke vënë kamerë ti? Jo, thoshte ai se ai në një çuditë thoshte, "Na I marrin vesh ata ku je ti." Kupton? Që vinin mesazhet, "Na I marrin vesh ku je ti." Dhe si zbulove ti në makinë kamerën? E zbulova, kamera ka qenë te pasqyra e përparshme në krahun e majt, ka një gomin kështu ajo pasqyra që të rregullohet kështu, aty brenda ka qenë kamera dhe ka domethënë losi çuni, lëvizi çuni atë dhe ka rënë kapaku asaj dhe ka dalë kamera. Të merresh. Dhe kamera kam edhe sot. Po nuk di as ta përdor asnjë gjë. E kam edhe sot atë, edhe I kam çuar dhe ishte këtij I burrit në kamerë pra te shtëpia. Kur kam qenë në Shqipëri, më ka dërguar goca me fotografitë më ka thënë shiko mami, çana ka ardhe shtëpia. Ke dyshime se kush mund t'i bëj? Ja. Unë thash deri te vetën ajo një miqtë e tina që donin ta merrshim atë që gjetëm neve për vjedhjen që u bën shtëpi. E turpshme është gjithë kjo situatë, por gjithsesi unë e kuptoj që ti je një grua shumë e fortë. Ke ditur të gjesh rrugën tënde, të bësh veten tënde të lumtur, djalin tënd të lumtur, kështu që ec përpara, edhe Zoti të dhënë forcë, qofshe lumtur gjithmonë dhe ai djali jot u bëft 100 vjeç. Bravo, shumë faleminderit. Dhe uroj që ai babai biologjik të ndërgjegjësohet një ditë. Inshallah, po më ka ndodhur jashtë malse gjëra domethënë edhe tani kur isha në Shqipëri prapë më ka rrafur policia, se vajta për kërkuar ndihmë për të vajtur të shtëpia aty në Shqipëri. Kam hapur gjyq, kam bërë ankesë si thonë dhe nuk më ka ardhur përgjigje fare. Por gjithsesi përderisa ne po flasim të dyja, gjithë qëllimi është të ndihmoj dhe për proceset gjyqësore që je në qytetin e Elbasanit, ne do flasim të dyja dhe pas kuintave për të ndihmuar. Po. Kështu që e dashur Entel, të uroj më të mira dhe mbetemi bashkë në kontakt. Faleminderit, po. Miropafshim zemër, miropafshim.
Mirë të dashur miq, dëgjuam historinë e Entelës ditën e sotme këtu në live me Odetën. Urojmë dhe shpresojmë të bëhet më e mira për të, por edhe për djalin 5 vjeçar. Unë i falenderoj të gjithëve ju që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar këtu në YouTube, ku tashmë çdo paradite live ora 10 jam me ju. Faleminderit miq dhe takohemi nesër.